Vazhdon e këtij është ka bëhet vërtet serioze, shqetësim serioz. Jo veç për faktin se s'ka ndodhur në seancë, po s'ka ndodhur në vend, që se dim prej nesër, fillojnë tarifat e reja të energjisë. Nuk është vetëm keqpërdorim i një situate kjo, po janë të rrezikuar shumë vendet punës në prodhim. Pra prodhimi në Kosovë vërtet rrezikohet një ramje e madhe e prodhimtarisë, e vendet punës prodhim, që i vjen do të mbetim konsumatorët, parja do të eksportohet, pastaj do të jenë shumë të mëdha në vend. Kjo është një temë, po ka shumë tilla edhe duke mos pas parametrin e konstitucionit, duke mos votu ligje, duke mos proceset, s'ka bëhet problem. Pra nuk e di si do t'i vjen funi kësaj pune. Ende po presim me shpresë s'ka do ndodhë me vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk kam koment. Edhe në një prononcim media kam thonë shkuar e harruar, gati se nuk ekziston emri i tij as për diskutime, as për tema të tilla. Po nëse kem përmend tre emra, edhe zoti Gornjuça, edhe dy zonja,